Jam në fshatin Pula i Velipoj. Kjo është fermë e një familje, Uldedaj, ku për herë të parë kam parë që këtu në Shqipëri rritet edhe kivi. Këtë nuk e dhija, këtë e mësova sot në Pulaj të Velipojës. Por ajo që kam bënë përshtypje është se ka rrënjë portokalli, rreth 400-500 rrënjë portokallësh, dhe nuk ka njeri të mbledhi, nuk ka punëtor dhe nuk ka asnjë lloj ndihme nga shteti, nga fondet e bujqësisë të cilat abuzohen për qefet e njerëzve dhe nuk vinë mbledhin këtë portokall që është organik dhe mjaft i ëmbël kur e fillo ta hash. Përse nuk organizohet bujqësia në Shqipëri? Kjo ngelet një pikpyetje shumë e madhe, dhe përse ne, vendi agrume, vendi olive, duhet të importojmë nga jashtë. Urdhëroni, portokallet, gjitha në tokë. Këto janë problemet që duhet trajtoj media shqiptare dhe jo të merret me tallavate dargës dhe të ngre akuza duke u bë interesant për klikime, por në të njëjtën kohë krijojnë një konfuzion të madh në shoqëri. Ja, urdhëroni. Përse akoma ne, shqiptarët, përse akoma shteti, politikat, në vend që të merren me tallavane parlamentit dhe rrugaqërinë e parlamentit, nuk merren, krijojnë politika ndihmëse për zhvillu këto vene që na i ka beku Zoti dhe ne nuk po dimë të shfrytëzojmë dhe pastaj themi jemi të varfër. No, jemi të varfër në tru për shfrytëzu pasurinë që na ka dhënë i Madhi Zot.